nderuar shikues, mirëmbrëma, jeni me edicionin e lajmeve të orës 23. Shteti shqiptar organizoi pranë sheshit historik në Vlorë një ceremoni me personalitete shtetërore, të cilët vendosën kurora me lule në nder të themeluesve të shtetit shqiptar në shënim të 113 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Shqipërisë. Në këtë aktivitet morën pjesë figurat më të larta të institucioneve shqiptare dhe të Kosovës, mes tyre presidenti i Republikës së Shqipërisë Bajram Begaj, kryeministri Edi Rama, kryetari i kuvendit Niko Peleshi, presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, ministri i mbrojtjes Piro Vengu e të tjerë. 28 nëntori është një nga ditët më të rëndësishme të historisë sonë, ngritja e flamurit dhe shpallja e pavarësisë në Vlorë, një qytet që në këtë datë nderon ngritjen e flamurit nga Ismail Qemali në vitin 1912. Simboli i rrugëtimit ton historik në Monumentin e Pavarësisë, ceremonia shtetërore u zhvillua, ku zyrtar të lartë nga presidenti Bajram Begaj, kryeparlamentari Niko Peleshi, kryeministri Edi Rama, por edhe presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e të tjerë në tingujt e himnit kombëtar vendosën kurora me lule në këtë datë të shënuar. Më 28 nëntor 1912, kuvendi kombëtar i Vlorës shpalli pavarësinë e Shqipërisë, duke përbërë një nga ngjarjet më të rëndësishme në historinë e popullit shqiptar dhe ishte një fryt i përpjekjeve dhe i luftrave shekullore të shqiptarëve për të mbrojtur tërësinë toksore të Adheut dhe për të formuar shtetin e pavarur. Me vendimin e kuvendit të Vlorës, kombi ynë fitoi të drejtën e tij të pamohueshme për të qenë i lirë i pavarur krahas kombeve e popujve të tjerë të Evropës. Sekretari Amerikan i Shtetit Marco Rubio ka uruar popullin shqiptar me rastin e ditës së pavarësisë, duke theksuar miqësinë dhe aleancën e fortë mes të dyja vendeve. Në deklaratën zyrtare të publikuar nga Departamenti i Shtetit, Rubio vlerëson partneritetin e qëndrueshëm SBA-Shqipëri të ndërtuar mbi angazhimin e përbashkët për një të ardhme më të sigurt dhe më të begatë. Në 113 vjetorin e shpalljes së pavarësisë edhe Washingtoni zyrtar ka uruar në këtë ditë të rëndësishme të historisë sonë, sekretari i Shtetit Marco Rubio vlerëson partneritetin me vendin tonë siç është NATO, por edhe në zbatimin e ligjit. Aleanca jonë në NATO është themeli i mbrojtjes sonë të ndërsjellë dhe ne mirëpresim investimet në rritje të Shqipërisë në sigurinë tonë kolektive. Përveç kësaj, partneriteti ynë me zbatimin e ligjit në Shqipëri i bën qytetarët tanë më të sigurt, ndërsa përballemi me kërcënimet e paraqitura nga grupet kriminale transnacionale, kartelet e trafikut të drogës dhe ata që bashkëpunojnë me to. Zyrtari i lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ndalet në sulmet kibernetike, ku vlerëson bashkëpunimin dhe hapat e ndërmarrë nga vendi ynë, si edhe bashkëpunimin ekonomik. Ndërsa shënojmë këtë ditë të veçantë, ne mezi presim të zgjerojmë bashkëpunimin tonë të sigurisë, lidhjet ekonomike dhe miqësinë e qëndrueshme me Shqipërinë. Urime në këtë 113 vjetor të ditës së pavarësisë dha edhe delegacioni i Bashkimit Evropian në vendin tonë. NATO ka uruar sot Shqipërinë për ditën e pavarësisë, duke i cilësuar vendin si një aleat të çmuar dhe partner strategjik. Postimi në rrjetin social Instagram, NATO e shoqëron me foton e një ushtari të forcave të armatosura në ditën e pavarësisë së Shqipërisë. Prekni për të bashkuar me ne në festimin e aleatit ton Shqipërisë në ditën e tyre kombëtare, shkruhet në postim. Liderët shtetëror dhe të partive politike në Kosovë kanë uruar me rastin e ditës së pavarësisë së Shqipërisë dhe ditëlindjes së komandantit legjendar Adem Jashari. Presidentja Osmani ka thënë se këto ngjarje janë boshti i shqiptarëve, e Kurti e quajti nëntor të tretë për Kosovën. Hamza e Abdigjiku kujtuan heronjt që ranë duke i nderuar ata. Liderët institucionale e politik kanë uruar popullin shqiptar për festat që i shënojmë 28 nëntor, ditën e flamurit, 113 vjetorin e pavarësisë së Shqipërisë, lindjen e komandantit legjendar Adem Jashari, si dhe daljen e parë publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës.
Presidentja Vjosa Osmani ka thënë se këto 4 ngjarje e përbëjnë boshtin e krenarisë kombëtare të shqiptarëve. Nga Kryja e Skënderbeut te Vlora Ismail Qemalit dhe prekazja Sharajve, historia jon është shkruar me gjak, guxim dhe besim. Sot Kosova e Shqipëria ecin krah për krah, 2 shtete, 1 këmbë, 2 flamuj, 1 zemër. Gëzuar ditën e flamurit, gëzuar pavarësinë e Shqipërisë, ka shkruar Osmani. Për festën, shqiptarët i ka uruar edhe kryeministri në detyrë Albin Kurti, i cili ka thënë se nuk ka asnjë këmbë tjetër në botë që ka fatin e ndërthurur me një datë të caktuar, sikurse shqiptarët me 28 nëntorin. Si këmbë evropian, syti kemi të kthyer ka e ardhmja, ka një nëntor i tretë që duhet të vijë nëpërmjet përpjekjeve tona, punës dhe përkushtimit ton të vazhdueshëm. Ky nëntor i tretë, edhe nëse nuk do bjerë në këtë ditë, edhe nëse nuk do të jetë muaji i nëntorit, ne mund ta pagëzojmë që sot si nëntori ynë i tretë. Atëherë amaneti të gjitha detarëve shqiptar, të gjallë të vdekur do të mbushet. Urojmë që kjo ditë të vijë sa më shpejt, ka shkruar Kurti. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza përmes rrjetit social ka thënë se 28 nëntori na mbush me krenarinë e të qenit shqiptar. Nga flamuri i Skënderbeut në Krujë dhe shpallja e pavarësisë së Shqipërisë në Vlorë deri te ditëlindja e komandantit Adem Jashari, kjo ditë simbolizon çdo hap të rëndësishëm në rrugën tonë drejt lirisë. E kuqja dhe e zeza sot nuk janë vetëm ngjyra, janë Shqipëri, janë betim për një të ardhmë prosperuese për shqiptarët, ka theksuar Hamza. Për këtë ditë, qytetarët i ka uruar edhe lideri Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdigjiku, i cili tha se sot kujtohet me krenari lindja një kombi të lire të pavarur, të mbështetur mbi vlera e ideale që na bashkojnë. Kjo datë lidhet me figurat më të ndritura të historisë sonë kombëtare, Gjergj Kastrioti Skënderbeu, Ismail Qemali dhe patriotët që shpallën pavarësinë, presidenti historik Ibrahim Rugova, ideatori i shtetit të Kosovës, komandanti legjendar Adem Jashari, shembulli i sakrificës dhe mbrojtjes së Adheut. Sot nderojmë me respekt të thellë dëshmorët, heronjtë dhe luftet e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pa veprën e tyre, sot nuk do ta gëzonim lirinë që kemi, ka thënë ndër të tjera Abdigjiku. Ndërsa i pari AK-s Ramush Haradinaj i parapriu kësaj feste një ditë më parë, duke bërë homazhe në prekaz, ku nderoi veprën dhe sakrificën sublime të heronjve dhe dëshmorëve të gjithë bijave dhe bijve të kombit, që u bën themeli i shtetit dhe pavarësisë së Kosovës. Nga paraburgimi në Hag, ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka shfrytzuar rastin në seancën përgatitore të urojë shqiptarët për 28 nëntor, duke theksuar se nëntorët e tjerë do t'i festojë bashkërisht me shqiptarët. Duke kritikuar gjykatën që seanca u caktua pikërisht në këtë ditë kur shqiptarët festojnë, Thaçi tha se çdo shqiptar ka festë kombëtare, shtetërore dhe familjare, sepse është festa e dinjitetit dhe krenarisë kombëtare, ku çdo popull i lirë në botë feston dhe kujton. Derisa shqiptarët ta nëmban, sot festuan 28 nëntorin e asnjë institucion publik nuk punoi, megjithatë dhomat e specializuara të Hagës vazhduan me seancën e planifikuar në rastin ndaj Hashim Thaçit, Bashkim Smakajt, Fadel Fazliut, Isni Kilajt dhe Hajredin Kuqit në çështjen kundër administrimit të drejtësisë. Duke ndjekur zhvillimet përmes videolidhjes e me kravatën të kuqe në ndërim të kësaj feste, ish-presidenti Thaçi uroi shqiptarët për këtë ditë. Së çdo shqiptar ka festë kombëtare, shtetërore dhe familjare, sepse është festa e dinjitetit dhe krenarisë kombëtare, ku si çdo popull i lirë në botë feston edhe kujton. Sot, çdo familje shqiptare dhe institucion edhe i Kosovës edhe kujton edhe feston. Prandaj, mua nuk më mbetet tjetër, për t'i uroj shqiptarët për festën e 28 nëntorit të festojnë të bashkuar, krenar dhe me dignitet. Besoj që nëntorit e tjerë do t'i festojnë bashkërisht. Por në këtë rast, Thaçi megjithatë e pati një kritik për gjykatën. Nderuari zoti gjyqtar, është me interes që në këtë gjykatë të mos ndodhin gjëra që nuk lejon të ndodhin në shtetet uja përkatëse. Si çdo popull edhe ne, shqiptarët, kemi historinë, traditat dhe vlerat kombëtare dhe shtetërore. Mendoj se caktimi i kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor do duhej evituar. Mbajtja e kësaj seance pikërisht sot me 28 nëntor për mua dhe çdo shqiptar
është befasi jo e mirë. Në seancën e sotme palët diskutuan për fillimin e gjykimit në rastin e Thaqit, Smakajt e të tjerëve për pengim të drejtësisë. Prokuroria me këtë rast njoftoi se provat e saj nuk do të zgjasin më shumë se 2 javë, derisa propozoi që të gjithë dëshmitarët të dëgjohen në mënyrë të njëpasnjëshme në fillim të shkurtit. Në Prekaz dhe Skenderaj u nderua sakrifica e komandantit legjendar Adem Jashari dhe UÇK-s me homazhe, obelisk dhe vepra artistike, duke theksuar rëndësinë e lirisë dhe flamurit. Lider politik dhe veteran të UÇK-s nga Prekaz dërguan urime për festën e pavarësisë së Shqipërisë, daljen publike të UÇK-s dhe ditëlindjen e komandantit legjendar. Edhe këtë 28 nëntor u theksua mungesa e krerëve të UÇK-s që po mbahen në paraburgim në Hag. Kryetari i Kuvendit Dimal Basha, së bashku me zëvendës kryeministri në detyrë Besnik Bislimi, deputet, ministra në detyrë, kryetar komunash dhe aktivist, kanë bërë homazhe në kompleksin memorial Adem Jashari në Prekaz. Pas homazheve, Basha theksoi se 28 nëntori është një ditë e shenjtë për shqiptarët dhe e konsideroi Prekazin si një nga vendet më të shenjta në trojet shqiptare. Sot festojmë ditën e shpalljes së pavarësisë dhe ngritjen e 2 krenarës në Vlorë. Sot gjithashtu festojmë daljen publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nga heroi ynë Muj Krasniqi, generalet Daut Haradinaj dhe generali dhe kolegu e miku ynë Recep Selimi. Dhe gjithashtu sot festojmë edhe ditëlindjen e Adem Jasharit, komandantit legjendar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Vlora Qitaku, nën kryetare e PDK-s, theksoi rëndësinë e Prekazit dhe sakrificën për atë dheun. Me për uljem dhe me respekt për sakrificën e komandantit legjendar Adem Jashari, familjes Jashari në këtë festë të shumëfisht. Sigurisht që sot na mungojnë shumë liderët tanë të luftës, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi, qoftë ky nëntori i fundit që e shënojmë pa ta. Ndërsa veteranët e UÇK-s theksuan mungesën e liderëve të UÇK-s që po mbahen në Hag. Të festa ne e dim që të mangët, parasysh se ne i kemi krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës në Hag, padrejtisht këtu duke mbajtur atje, nga një gjykatë, si ja ka vjedhur disa gjykatë, po ja që na ndodhi kjo neve dhe ne shpresojmë dhe besojmë se në vitin e ardhshëm do t'i presim këtu festa bashkërisht me ta. Ndryshe në sheshin Adem Jashari në Skënderaj, u zbulua obelisku me 3 shkronjat e ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kryetari i komunës Fadil Nura tha se kjo vepër artistike do të qëndrojë si krenari e UÇK-s në këtë qytet. Këtu sheshit Adem Jashari po ja vëjmë edhe një vepër artistike, një obelisk i cili thot shumë, i cili është pjesë e historisë sonë dhe do të qëndroj këtu me krenari si vula ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Ceremonitë e festave të nëntorit në Prekaz dhe Skënderaj përfunduan me nderime për 3 shkronjat e UÇK-s. Në Prekaz, 28 nëntori u shënua me homazhe e nderime, flamuj kuqëzi dhe pjesëmarrje nga qytetarë të Kosovës, Shqipërisë dhe Mërgata, ndërsa mbi 400 verapues morën pjesë në shtegun e lirisë. Festa u përmbyll me nderime për UÇK-n dhe figurën e komandantit legjendar Adem Jashari. Me rastin e festës së 28 nëntorit, aktor politike qytetar të shumt të nderuan figurën e Isa Boletinit. Nga atje u lartësua figura e tij e u bën thirrje që shqiptarët gjithmonë të qëndrojnë të bashkuar. 28 nëntori u festua edhe në Prishtinë. Qytetarë të shumtë që dolën në rrugët e sheshet e kryeqytetit u ruan për këtë ditë. Ata thanë se shumë gjak është derdhur për të ardhur deri këtu, derisa u shprehen falendërues ndaj komandantit legjendar Adem Jashari, ushtrisë çlirimtare të Kosovës dhe të gjithë atyre që kontribuan që festat të festohen në liri. Në komunën e Preshevës është vendosur flamuri kombëtar me rastin e festës së 28 nëntorit. Në videon e publikuar shihet edhe kryetarja e Preshevës Ardita Sinani.
Edhe në Maqedoninë e Veriut me aktivitetet të ndryshme është shënuar 28 nëntori. Aktivitetet festive u zhvilluan në shkollat fillore dhe të mesme të Tetovës. Për festën e flamurit, urimet e tyre për të gjithë shqiptarët kanë përcjell të gjithë liderët politik shqiptar në Maqedoninë e Veriut. Kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës Bedri Hamza po qëndron në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nëpërmjet një postimi në rrjetin social Facebook, Hamza ka shkruar se në funksion të ruajtjes dhe thellimit të bashkëpunimit me Shtëpinë e Bardhë dhe Qeverinë amerikane, sot në Washington zhvillova një takim me Charles McLaughlin, ndihmës special i presidentit Donald Trump dhe drejtori i lartë për Evropën dhe Rusinë në Shtëpinë e Bardhë, pranë Këshillit të Sigurisë Kombëtare, si dhe me Mark Fleming, drejtori i zyrës për çështjet e Evropës Perëndimore dhe qendrore në Departamentin e Shtetit. Hamza tha se kanë diskutuar për zhvillimet politike dhe ekonomike, si dhe për nevojën që institucionet e Kosovës të fokusohen në forcimin e marrëdhënieve strategjike me SBA-n dhe në një agjendë të qartë zhvillimi, thuhet në shkrim. Kryeministri hungarez Viktor Orban ka vizituar Moskën, ku është pritur nga presidenti rus Vladimir Putin. Qëllimi i vizitës thuhet të jetë sigurimi i furnizimeve me energji, ndërsa takimi zhvillohet në një moment kritik të bisedimeve Rusi-SBA për përfundimin e luftës në Ukrainë. Kryeministri i Hungarisë Viktor Orban ka qëndruar në Moskë, ku është pritur nga presidenti rus Vladimir Putin. Qëllimi i vizitës thuhet të jetë sigurimi i furnizimit me burime ruse të energjisë. Me këtë vizit, Orban ka sfiduar edhe një herë partnerët evropian, ndërsa ajo po ndodh në një kohë kur Rusia dhe Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë bisedime për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Sipas televizionit shtetëror rus, Putin mësohet t'i ketë thënë kryeministrit hungarez se janë të vetëdijshëm për pozicionimin neutral të Hungarisë në lidhje me situatën në Ukrainë. Putin po ashtu thuhet se e ka falenderuar Orbanin për propozimin që Budapesti të shërbej si vend potencial për organizimin e një takimi mes tij dhe presidentit amerikan Donald Trump. Në bisedimet mes dy liderëve të pranishëm ishin edhe ndihmësi i presidentit rus Yuri Ushakov, zëvendës kryeministri Aleksandr Novak dhe ministri i jashtëm Sergej Lavrov, ndërsa nga pala hungareze ishte ministri i jashtëm Peter Sijarto. Orban, i cili Moskën e kishte vizituar për herë të fundit në korrik të vitit 2024, ka sfiduar vazhdimisht përpjekjet e Bashkimit Evropian për t'i dhënë fund importit të naftës dhe gazit rus nga vendet e BE-s. Më herët, gjatë këtij muaji, presidenti Trump e përjashtoi Hungarinë nga sanksionet amerikane për shkak të importit të naftës dhe gazit rus. Megjithatë, ky përjashtim do të vlejë vetëm për aq kohë sa Orban mbetet në krye të qeverisë hungareze. Të nderuar shikues, ishte kjo tëra që kishim përgatitur për këtë edicion të lajmeve. Ne ju falenderojmë për vëmendje, natën e mirë.